Bashar al-Assad I kthehet mjekësi si jeta luksoze ish presidentit sirian dhe familjes së tij në Rusi. Një vit pas përmbytjes së regjimit të tij në Siri, Bashar al-Assad e ka lënë pas politikën dhe po përpiqet të rikthehet në cilësinë e tij origjinale si mjek, këtë herë nga mërgimi I tij në Rusi. Një vit pas përmbytjes së regjimit të tij në Risi. Në Siri, Bashar al-Assad e ka lënë pas politikën. Sipas gazetës Guardian, që citon burime me njohuri për lëvizjet e familjes, ish presidenti sirian po ndjek kurse oftalmologjie në shkollat e Moskës, siç raportoi një mik I familjes Assad, I cili mban kontakte me ta, ish presidenti po mëson rusisht dhe po I rifreskon njohuritë e tij në oftalmologji. Sipas të njëjtit burim, kjo është një fushë që I ka interesuar gjithmonë dhe ai nuk po merret përsërime të për arsye jetese, pasi natyrisht që nuk ka nevojë për para. Kujtohet se para fillimit të luftës në Siri, Assad ushtronte periodikisht specialitetin e tij mjekësor në Damask, me disa që vlerësonin se elita e pasur ruse mund të ishte kliente e tij ardhshme. Familja Assad thuhet se tani po jeton një jetë izoluar dhe të qetë luksoze, kryesisht në Moskë dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Miqtë e familjes, burimet në Rusi dhe Siri, si dhe rrjedhjet e informacionit në media përshkruajnë jetën e përditshme të familjes dikur të fuqishme që sundoi Sirin me grusht të hekur. Sipas dy burimeve që kanë njohuri për kushtet e tyre të jetesës, familja Assad ka të ngjarë të banojë në Rubliovka, një nga zonat më të shtrenjta dhe të ruajtura të Moskës, e njohur si një strep për elitën ruse. E njëjta zonë thuhet gjithashtu se shtëpia ish presidentit Ukrainas Viktor Yanukovych, I cili ku nga Kiev në vitin 2014. Komfort ekonomik dhe udhëtim, pavarësisht sanksioneve perëndimore të vendosura në vitin 2011 pas shtypjes së dhunshme të protestave në Siri, familja Assad nuk po përballet me probleme financiare. Pjesa më e madhe e pasurisë së saj u transferua në Moskë me kalimin e kohës, ku rregullatorët perëndimor nuk mund ta prekin. Megjithatë, rehatja financiare e Assadve nuk shoqërohet më me ndikim. Sipas burimeve të Guardian, familja është shkëputur plotësisht nga rrjetet siriane dhe ruse në të cilat ata lëviznin të kaluarën. Largimi I papritur nga Siria thuhet se I la shumë nga ish aleatët e ish presidentit pa kënaqur, ndërsa manipuluesit e tij rus thuhet se po e ndalojnë atë të kontaktoj figurat larta në regjimin e mëparshëm. Është një jetë shumë e qetë, tha një mik I familjes. Ai ka pak, nëse ka fare, kontakt me botën e jashtme. Ai komunikon vetëm me disa njerëz që ishin në rrethin e tij të ngushtë, si Mansour Azam, ish ministër I çështjeve presidenciale, dhe Yasser Ibrahim, ish këshilltar ekonomik. Kremlini nuk është më indiferent ndaj Assadit. Një burim pranë Kremlinit tha se Assadi nuk konsiderohet më I rëndësishëm për Vladimir Putin dhe elitën politike ruse. Putin nuk ka shumë durim për udhëheqësit që humbasin pushtetin e tyre. Assadi nuk konsiderohet më një person me ndikim apo edhe një mysafir interesant, tha ai. Kështu, dikur njeri fort I Damaskut duket se ka hyrë përfundimisht në një fazë të re të qetë të jetës larg qendrave të vendimarrjes, me strehën e vetme që ka qenë ilaçi që kishte lënë pas dekada më parë, kriza shëndetësore gruas së tij. Assadi iku nga Damasku me fëmijët e tij në orët e para të 8 dhjetorit 2024, ndërsa rebelët sirian I afroheshin kryeqytetit nga veriu dhe jugu. Ata u pritën nga një eskortë ushtarake ruse dhe u çuan në bazën ajrore ruse Hmeimim, nga ku larguan me aeroplan nga vendi. Assadi nuk e paralajmëroi familjen e tij të ngushtë ose aleatët e ngushtë të regjimit për rënien e afërt, duke I lënë ata kryesisht të kujdesen për veten e tyre. Në muajt e parë pas ikjes familjes Assad, ish agjentët e regjimit nuk e shqetësonin shumë Basharin. Familja u mblodh në Moskë për të mbështetur Asmën, ish zonjën e parë të Siris me origjinë britanike, e cila vuante nga leucemia për disa vite dhe gjendja e së cilës ishte bërë kritike. Asma kishte marrë trajtim në Moskë para rënies së regjimit të Assadit. Sipas një burimi të njohur me detaje të shëndetit të saj, ish zonja e parë është shëruar
shndruar pasi u nështrua trajtimit eksperimental në mbikëqyrje në shërbimeve ruse të sigurisë. Bllokim në intervista. Me shëndetjen e astmës të stabilizuar, ish diktatori tani po kërkon të paraqesë versionin e tij të ngjarjeve. Ai ka realizuar intervista me RT dhe një podcaster të njohur amerikan të krahut të djathtë, por po pret miratimin nga autoritetet ruse për t'u shfaqur në media. Megjithatë, ai mund të duhet të presë gjatë për këtë, pasi Rusia thuhet se ka bllokuar të gjitha paraqitjet publike të Asadit. Në një intervistë rrallë në nëntor me median irakiane rreth jetës së Asadit në Moskë, ambasadori i Rusisë në Irak, Elbruz Kutrashev, konfirmoi se ish presidenti sirian ishte ndaluar çdo aktivitet publik. Asad mund të jetoj këtu, por ai nuk ka të drejtë të angazhohet në ndonjë aktivitet mediatik apo politik. A keni dëgjuar ndonjë gjë prej tij? Jo, sepse atij nuk i lejohet, por ai është i sigurt dhe gjallë, tha Kutrashev. Në të kundërt, jeta e fëmijëve të Asadit duket se po ecën përpara me relativisht pak ndërprerje, ndërsa ata përshtaten me një realitet të ri si antar të elitës së Moskës. Një mik i familjes që takoi disa nga fëmijë disa muaj më parë, tha se ata janë ende në një lloj shoku. Ata thjesht po përpiqen të mësohen me jetën pa qenë në familja e parë. E vetmja herë që familja Asad pa Basharin shfaqur në publik që nga rënja e regjimit ishte në ceremoninë e diplomimit të vajzës së Basharit, Zain al-Sad, 30 qershor, kur ajo mori një diplomë në marrëdhënie ndërkombëtare nga Universiteti MGIMO i Moskës. Një foto në faqen zyrtare të universitetit ka treguar Zainin 22 vjeçar në këmbë me të diplomuar të tjerë. Në një video të veçantë të turbullt nga eventi, antarët e familjes Asad mund të shihen në vendet e audiencës, përfshirë Asmën dhe 2 djemtë e saj, Hafezin, 24 vjeç dhe Karimin, 21 vjeç. Fëmijët e Asad gjithashtu udhëtojnë shpesh në Emiratet e Bashkuara Arabe me Asmën që i shoqëron ata në të paktën një nga këto udhëtime. Të dhënat e rrjedhura të fluturimeve të parë nga Guardian dhe që mbulojnë periudhën 2017-2023 tregojnë se Emiratet e Bashkuara Arabe kishin qenë prej kohësh një destinacion i preferuar për familjen Asad, edhe kur ata ishin në pushtet. Karimi dhe Hafezi bën udhëtime të përsëritura midis Abu Dhabit, Moskës dhe Siris, duke përfshirë fluturimet në nëntor 2022 dhe shtator 2023.